ky lajm s'do t'ju pëlqen askuj që jetoni në Evropë. Euro, cash pro, po pritet të hiqet dhe nga tetori i këtij viti të hin euro digjitale pra në tregun e Bashkimit Evropian dhe të detyrohen pra shumica ta përdorin euron digjitale, pra jo cash, që jeni mësu pro parën dorë që i thëjmë na. Lozën e motra, çka është me rëndësi ta dini? Me rëndësi ta dini është që me të vërtet nga tetori veç po fillon edhe në Gjermani. Një gjë e tillë pra të hinë në funksion, pra euro do të prodhohet në mënyrë digjitale nga tetori 2025 dhe ta shihni mos si numër, jo ta prekni. Por çka është edhe e mirë në këtë lajm thonë që nuk e kemi për synim ta eliminojmë në tërësi. Prap do të mbetet kishë euro cash, por do t'i jepet prioritet euros digjitale. Prandaj, çka mendoni ju kisha pas qef me ditë, edhe unë pjavdo mendimin tim për fund, unë dim ju thonë që kjo është ndërhyrje në lirinë e njeriut, pasi që është e drejtë e secilit, kur ta ka paron që e ka fitu vetë, ndashta moj cash, ndashta moj në bank, ndashta moj ku të dënë, apo të harxhaj. Edhe, me të vërtet, nuk më duket diçka e mirë, po çka më duket, synimi tyne është na kena në kontroll, e din krejt sa kem të ardhna, ku transferojmë, çka bojmë, për çka i harxhojmë. Nuk po e komplikoj ma shumë këtë video, unë ju përshëndes të gjithëve, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.